Pikë së pari, faleminderit që më ftut në këtë ditë festive, është nderë dhe kënaqësi. Unë jam njëri ndër ata persona që i du festat, i du marrëzisht, kështu që nuk është vetëm Bajrami fest për mua, gjatë gjithë vitit i kam festat duke fillu prej këshëndellave, e derit, Pashkët, e çka vinë më tutje me radhë, unë çdo fest e festoj, jena familje që i dojnë festat. Kështu që aq më bukur është kur kalojnë këshëndellat edhe për pas një kohe vjen Ramazani, që është një ritual shumë i bukur, një ritual ku gjatë iftarit të bohen gjithë anëtarët e familjes, normal, ata që dojnë, që e praktikojnë, ka edhe të atill që nuk e praktikojnë, gjë që është shumë normal, edhe po që se nuk e praktikon, ajo rutina është e bukur. Të mbledhësh në mbrëmje, në iftar edhe të bisedosh, të ndosh ushqimin, gjitha këto begati që i kemi me njëri tjetrin. Sa i përket Bajramit normal që kam fillu me gatu disa gjana, disa me i ble, që ta shijojmë ashtu si gjvynë edhe me i prit musafir kush do në me ardhë. A ka në ushqim specifik kështu që e përgatisni për çdo Bajram nështë? Shife, Genta, unë jam një person që nuk i dua ëmbëlsirat shumë, çuditërisht për pas çokoladës, mirë po në festa, sidomos në Bajram, unë kam një trashëgimi të madhe të kësaj kulturës së Bajramit, Ramazanit nga gjyshja ime. Kështu që ajo çdo herë ka mbaru Prishtinë i thojnë tomëlorez, ndërsa prej nga ve, origjina ime nga Peja, i thojmë sytliash. Kështu që ato rregullisht e bëj edhe kështu që nuk ja huqe asnjëherë. E kom receptin edhe çdo herë nuk më dështon. Këtë e bëj me dëshirë, ko pas kohe, ndonjëherë edhe nuk gatuaj vetë baklava, mirë po veç ideja që është praktike gjithë vetë kemi baklav, atë e blejt gatshme, nuk e mohoj, nuk e mshepi.